Gjykata e apelit në kryeqytet shpalli të pafajshëm Armando Kasajn, specialistin e IT-së së kryeministrisë, i akuzuar për fshirjen e pamjeve të protestës së 21 janarit të vitit 2011 nga serveri qendror i Këshillit të Ministrave. Trupi gjykues solli poshtë akuzat ndaj Kasajt dhe vlerësoi se ai nuk i kishte fshirë pamjet ashtu sikurse pretendonte organi akuzës, duke e shpallur atë të pafajshëm. Prokuroria gjatë gjykimit në shkallën e parë kërkoi dënimin me 2 vjet burg për specialistin e IT-së, ndaj të cilit u ngrit akuza për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës dhe për shpërdorim detyre. Ndërkohë, vetë Kasaj në deponimet e tij dhe në organit të akuzës, por edhe në deklaratat e tij në media, ka pranuar vetëm se ka kopjuar pamjet e një prej kamerave dhe gjithçka ja ka dorëzuar autoriteteve të Gardës së Republikës. Ndërsa ekspertët e FBI-s në kohën që zhvilloheshin hetimet për çështjen e 21 janarit, të thirrur nga prokuroria për të dhënë asistencë më të specializuar, treguan se serveri qendror i kryeministrisë ishte formatuar disa herë në mbrëmjen midis 21 dhe 22 janarit, duke u fshirë të gjitha pamjet e regjistruara gjatë protestës. Menjëherë pasi gjykata e apelit shpalli të pafajshëm Armando Kasajn, reagoi nga Twitteri kreu socialist Edi Rama. Ai shkruan: "Sot një tjetër pafajësi e fabrikuar nga gjykatat e pushtetit për 21 janarit, dita për të rinënvizuar. Gjykimi i atij krimi s'ka nisur ende."